Ishte 6 gushti i vitit 1944 kur familja Nokšići për të dytën herë u përfshin nga dhuna e forcave barbare serbo-malazeze, të cilat i përndoqën përgjithmonë nga vatrat e të parëve në Nokšić të Plavës. Vitin 1913 i kanë bashkuar tonë Nokšićin, xhamin Nokšićit. Edhe i kanë thonë Barambusit ti me ndua Kryshin e me ndrua fejnë. Ai s'ka përndua. Ka thënë feja e mo shqiptaria. S'ka përndua qysh. Janë ardhe e kanë lidhë kom shënduash. E kanë hekurin, e kanë ndua mas pari Kryshin balë. Prejnë balë e kanë ndua në gjykë nga djathë. Pejnë ka djathë nga shmojtë të ratë të këndokë, në xhami. E bia o kanë aty hyrë Baramja. E ka pa babën e vetë. I ka rajnë frakë në zemër, edhe atë dhe këndokë. Kohët e në merosh nuk di me vajtë bune. Nuk jam vajatore. Qka me ka dhivë? U gjatë. Jetë ma të shtinë njerëzimi s'ka pas kur. Pse po duket se shaka? Qika jemi nuk shkon shkollë sa bje kulaki. Është bje armikit popullit. Si shkollë kanë bërë të mija mi. Me ndaj ditë e natë nuk mund të ka zezat si kemë pasna. Ky rrugtimi i egër në kohë la plagë të pashërueshme në zemrën e Shaban Bali Nokšićit, atë botë 16 vjeçar, të cilat do ta përcjellin të pashkëputura deri në këtë muzgjete, kur gjën mënyrën që tragjedinë e familjes së tij ta derë në këngë vaj dhe të palosur brenda kopertinave të librit "Tua lo si amanet e mba mendje brezave që vinë". Sepse dëbimet nga vatrat e veta, lufta për mbijetesë në vend tjetër, rritja dhe përkujdesja për familjen ishin barriera që ju vunë në rrugën e krijimtarisë. Përderisa shpallja kulak apo armiki i popullit, një mur i hekur për t'i dhënë zërit apo fjalës dritë. Por nga kujtimit të përgjakshme të familjes në Nokšićin e tij nuk e shkputi asnjë largësi, sepse edhe pas dekadash të tëra rrugtimi në jetë, malli për vendlindjen martire dhe të dashurit të rënë në përpjekje për liri, djeg me flakën e njëjtë për të mbeti tillë deri në frymën e fundit.